A e dini që 257 vjetë më parë, pra 257 vjetë më parë, në vitin 1768, shqiptarët kanë ndërtuar një urë e cila është e gjatë 108 metra. Është e gjerë 3.4 metra, është mbështetur mbi 13 harqe jo të rregullt mbi lumin Kir dhe ka një hark të plot prej 21.2 metrash lartësi. Nëse do të them disa detaje, menjëherë do ta kuptoni që bëhet fjalë për një prej urave më të jashtëzakonshme që Shqipëria ka, kjo urë që po e shihni në gjithë drejtimin dhe që është ura e Mesit, e ndërtuar mbi lumin Kir në vitin 1768 nga Mehmet Pash Plaku. Është një vepër inxhinierike e rrallë dhe e jashtëzakonshme, tha shiheni që ku fillon, vazhdon, unë jam në pikën më kulmore të saj dhe vijon në këtë drejtim për të shkuar në anën tjetër. Poshtë tij është lumi, poshtë saj, pra poshtë urës, është lumi i jashtëzakonshëm i Kirit me një kthjellësi fantastike, dhe pse sot nuk është dita më e mirë, po themi e ujit, sepse ka shumë pak rreshje, dhe është një prej veprave të rralla inxhinierike të ndërtuara në të gjithë Ballkanin. Shiheni pra se çfarë ure, me çfarë pamje manice, kur unë jam në mes, jam mbi 50 metra, 54 metra nga të dyja anët. Po cila është historia e urës së Mesit? Kam dhe një funny story, nëse si thuhen anglisht me të. Ura duhet lidhte Shkodrën, që është mbas shtëpisë time, me Drishtin që është përballë meje, pra në këtë drejtim. Ishte një prej rrugëve më të rëndësishme të karvaneve që Mehmet Pash Plaku, sundimtari i Shkodrës, i Principatës Bushatlive, vendosi ta ndërtonte me një standard jashtë rrugëve normale të karvaneve, që ishin 2 metra të gjera, 1,80 ose 2 metra për të lejuar vetëm kalimin e një karvani me kalin e ngarkuar. Ai vendosi të ndërtonte një urë me 2 kalime, për një rrugë karvanesh me 2 kalime, 3.4 metra, pra 1.7 në secilin krah, nga 1.8 që ishte gjitha. Pra këtu në këtë urë, në njërën anë lëviz njëri deri këtu ku është këmba ime, dhe në anën tjetër lëviz kali tjetër i ngarkuar. 3.4 metra ishte një gjerësi e mjaftueshme për urën, e cila duhet ndërtohej në një gjatësi prej 108 metrash. Por çdo thotë të ndërtosh një urë 108 metra, 250 vjet më parë në vitin 1700, nuk kishte as tender, nuk kishte as makineri, nuk kishte as teknologji të rrallë. Por shqiptarët ndërtuan një nga urat e cila sot konsiderohet krenari e inxhinierisë dhe arkitekturës osmane në Shqipëri. Ata ndërtuan këtë urë e cila tani mund duket më mirë deri në fundin e saj në këtë drejtim, dhe që vjen në këtë drejtimin tjetër me kërkesën e Mehmet Pash Plakut, dhe u deshën disa vite që ajo të kompletoj. Ende sot, që herën e parë që kanë mbritur këtu në këtë urë në fillim viteve 90, nuk e besoja dot se si kanë ndërtuar një hark të tillë prej 21 metrash nga një lartësi e tillë, pra ku është vendosur skela për të ndërtuar këtë maj, dhe është një urë me parmak, që ishte një gjë shumë e rrallë për kohën, edhe pse parmakët janë restauruar më pas, sepse të gjitha urat ishin kryesisht ura të hapura, pa pasur një parmak. Mehmet Pash Plaku vendosi të ndërtoj këtë urë që lidhte qytetin Shkodrës me zonat e tjera të saj, një urë strategjike e cila ishte një vepër tejet e shtrenjtë në kohën që ajo u ndërtua, por njëkohësisht dhe një sfidë e madhe inxhinierike. Në fund të saj ai ja arriti të ndërtoj, pra ai dhe shqiptarët arritën të ndërtojnë një urë të rrallë, e cila sot mbetet një lloj simboli i krenarisë së shqiptarëve në aspektin inxhinierik të saj. Në fakt është ura më e madhe e modelit Osman në Ballkan. Ka dhe një sër urash tjera, është ura e Kadiut, ura e famshme e Kadiut në zonën e banjave të Bënçës, është ura e Bratit, është ura e Brarit, që dallon nga e Bratit që është në Vlorë, janë urat e Vashës, të dy urat e Vashës, 3 në fakt, urat e Vashës, ka urat tjera osmane në rrugët e vjetra të karvaneve, por një urë e tillë me këto përmasa është shumë e rrallë. Tani këtu kam dhe një pjesë shumë interesante, do ja tregoj pak nga poshtë dhe të çini harkun e saj me urën. Në vitin 2020 publikova një foto i vendosur mbi urën e Mesit, dhe duke quajtur që ura e Mesit një monument i rrallë. Në atë kohë mora shumë mesazhe në Instagram që më thoshin pse bashkia ja ka vënë emrin ura e Mesit dhe jo ura e Ronaldos, duke menduar që kishte emrin Messi nga Lionel Messi. Për ironi, për shumë për të tallur me ignorancën e shumë prej komentuesve, e ripostova foton duke thënë për këtë mund të pyesni në Instagram Mehmet Pash Plakun, gjeni Instagramin e tij dhe pyeteni pse ja ka vënë emrin ura e Mesit. Menjëherë pas saj mora një sër tjetër
mesazhe shumë, po i quaj serioz, si më thoshin, zoti Fevziu, e ka ura e Mesit nga fshati Mes, nuk ka lidhje fare me Lionel Mesin apo me Ronaldon. Askush nuk e kishte kapur ironin, askush nuk e kishte kapur pse po tallesh me ata, të cilët e din gjithçka Instagram dhe vetëm shekull 20, pa e ditur që shqiptarët kanë arritur të ndërtojnë një vepër të tillë të jashtëzakonshme inxhinierike 258 vjet më parë. Pra është thuajse e pabesueshme që ata kanë ndërtuar. Këtu shihet një pjesë e madhe e urës që shkon në këtë drejtim së bashku me harkun e saj, po mundohem të zbres për t'i treguar të 13 harqet, hapësirën e madhe, kjo është ura re, e cila në fakt është ka qenë shumtuar në raport me urën e vjetër, edhe pse natyrisht më funksionale. Shiheni të gjithë harqet e urës dhe kjo është pjesa, janë harqe të çrregull, disa më të lartë, disa më të ulët, pra nuk ka një rregullsi në harqe. Gjëja e vetme që kanë pyetur gjithmonë veten është se si kanë arritur të ndërtojnë në kohën e Mehmet Pash Plakut, një prej sundimtarëve më të rëndësishëm të që quaj Pashallëku i Bushatlinjve, Pashallëku i Shkodrës, këtë urë 257 vjet më parë. Shiheni pak, është gati e pabesueshme se si ata kanë arritur të ndërtojnë një hark të tillë me këtë lartësi. Tregon që ne kemi pasur ndërtues të përmasave të jashtëzakonshme, atëherë kur nuk ta merrte mendja. Shiheni si mund ndërtojë një hark i tillë ure, kaq spektakolar, edhe shkon dhe në drejtimin tjetër, ndërkohë që poshta është uji i Kirit, që është krejtësisht transparent, nuk e di a mund të ulem dot deri aty për t'ju treguar edhe pjesën e lumit. Kjo është ura e re, thash. Shiheni harkun e urës. 21.2 metra lartësi e gjitha. 21.2 metra lartësi e urës në një nga veprat më të ralla dhe më të rëndësishme që Shqipëria ka ndërtuar shqiptarët kanë ndërtuar në shekullin e 18, tani po hy brenda lumit Kir, paska pak janë gurët e rëshqitshëm, ja, dhe në harkun e urës më të famshme që shqiptarët kanë ndërtuar në postmesjet, nëse mund ta quajmë kështu, 108 metra e gjatë nga këtu deri në harkun tjetër. 13 harqe, do më deri në anën tjetër, 13 harqe, harku i madh 21.2 metra, nga një lartësi spektakolare dhe me një pamje fantastike. Kjo është ura e Mesit në Shkodër, dhe shiheni se çfarë transparence ka uji i lumit Kir, ku dallohen edhe peshqit që lëvizin në të. Nuk ka shumë ujë, sepse zakonisht ka një rrjedhë uji më të fortë, dhe është vendosur mbi shkëmbinj fantastik në pjesën tjetër. Nga një prej urave më të bukura që Shqipëria ka, ura e Mesit.